Besoni apo jo që kjo është hera e 8 që vit të shtyllat të tranziti i ri në Prizren. Kom shpresu shumë që herën e 8 kur të vi, nuk ka me qenë mo këto. Fatkeqësisht, këto është shtylla, këqërën e tashti, që më ka thonë drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prizrenit masi kum shku për herë të 7. Që java e parë e shtatorit, do më thonë 15 ditë që i shtatorit duhet me menaxhet me shtyllën e largume. Sot është i 15 njerëz. Shtylla vazhdon me qenë qashtë që shka qenë, që kjo ndërtes as nuk ka qenë e nist. Do me thonë, tashti po e sheni puna e vërazht, veç është përfundu gati, dën me u kompletu një objekt i ri për balë shtyllës, ndërkohë kjo vazhdon me qëndëru fuqishëm në mes të rrugës njerëz. Herën e parë kur kom ardhë më ka bosh çështje javësh, po folëm për 11 prill 2024. Atë do t'jetë çështje javësh, që do të largohet edhe ajo shtylla dhe shtylla tjera. Kështore një herën e dytë tash. Çka është intervenu, është vendosë ajo shanja që atje, tret, se s'është intervenu alo. Ditën e mërkur kena me dalë në teren. 4. Moment që marrën zgjidhje teknike, fillon me largimin e atyre shtyllave në procedurë. 5. Sot nga operatori ma tha që është maksimumi, bile kështu ma tha, është maksimumi 15 prilli. Duhet me kanë këto punë të përfunduara. 6. Po punët janë kry, kablat janë shtri, me presim vetëm keci kami rregullu punët e veta dhe pak edhe... Edhe herën e 7 s'fundme. 15 ditë që i shtatorit duhet me menaxhet me shtyllën e largume. A jeni të interesu me ditash çka ko me na thonë zoti Lamaj për herë 8? Edhe unë jam i interesu, sigurisht ko me na jap një datë tjetër. Hajde shkojnë atë këshyrëm tashti te komuna. Mos harroni deri sa të shkojmë operimin tem, terene mundson Pozhegu Brothers, Lagjja, Vargu i Blert është 10 minuta, larg të qendrës të Prishtinës në kombo voli 10 minuta, keq ajo vynë është 25.000 euro, mi jap start, pjesën tjetër e paguni me koste ose super lagje, siguroni me vizitu te pozhegubrothers.com. Pauzë 12 deri 1, fatkeqësisht kena qëllu në kohë të pauzës. Vina mas një ore prap, rrapsh 1. Hajde tash të këshyra ma u këthy prej pauzës së të qelë Lamaj. Si, qa bune? A u ardë qela? A e kena këto, më nësh me lajmëru? Sigurimi në tha që su ardë hala, na po e presim prap. Kure pyta e ke pasët, u hutu pak, ju dashte një 30 sekunda me u përgjigj, për thirim prap. Nuk e hap njerës, po e presim që të na. Hajde tash të e provojna kryetarin e komunës të Prizrenit, zotin Shaqir Totaj. Nuk e hap telefonin. Tepër zhgënjyse, e tërpshme kisha me thonë për komunën, për kryetarin, për drejtorin. Njerëz, zhvillimi i fundit është se zoti Lamaj më ka shkru, është përgjigj, më ka bo zoti Paculli si të lirohem ju thëras. Kjo normalisht masi i kumbon 2 statusa sa kam qenë pritje sipër, ku ja kumbo tag komunës së Prizrenit edhe drejtorit zotit Lamaj. Hajde tash ti po e thirrëm na. Dorin Paculli. Allo, na ke thonë që deri me 15 shtator, shtylla haloj shtu qëndru stoikisht. Aty, shtylla aty se unë atë ditë ju thash se që ajo është konfirmuar ditë në zyrën e kryetarit kur kemi bisedu. Edhe nuk është kompetencë e komunës, po ka met kyqja mu bon prej kecit. Sot keci mu më ka lejmru që duhet të nënshkruhet një memorandum mes kecit dhe komunës e Prizrenit, edhe masit nënshkruhet memorandumi që ata më thanë që deri në fund të oradit kena me avdërgua dhe formatin e nënshkrimit, e pas taj kena me fillu procedurën e largimit. Kjo është nuk më varet prej komunës e Prizrenit. Po vazhdojnë loja burokratike mes dy institucioneve, do me thonë mes kecit dhe komunës Prizrenit. Tash po thot që kanë me nënshkru, keci ka bu kërkes prej komunës me nënshkru një memorandum, gjoja cilën kom ja dërgu keci sot gjatë orarit të punës. Këta kanë me nënshkru, pastaj qenë ka kompetencë e kecit me bo edhe një kyqje
elektrike aty. Tashti po kontaktojna me zëdhënësin e Kecit, zotin Lulzim Krasniqi. Çka po bojna, se Lulzimin sa folam, tha që është jashtë vendit, nesër në mëngjes, tha, del me një përgjigje zyrtare, kështu që na po e publikojna që shto storien sot, nesër pastaj e bojna follow-upin e krejt këso historia inshallah ma në fund po përfundan. Për ndryshe unë jam bërim pacollim, mos harroni ku do qeni ju prezent, jam edhe one, siguroni me ma bo follow.